kemi kthyer sërish dhe do flasim për hallet e drejtësisë, do flasim për amnistin, do flasim për vendimet e Gjykatës Strasburgut dhe shumë tjera. Dhe kam kënaqësinë të kem Bledar Dervisha, konstitucionalist, avokat. Bled, kënaqësi të kem në studio. Di që nuk pëlqen kjo fjala konstitucionalist, po je njohur më mirë. Me këtë kemi bërë shaka bashkarisht të fjalë, sepse nuk e njohin gjithë, po që ne themi avokat e përmbledh gjithë. Jurist. Bled, faleminderit shumë që gjete kohë të bashkëkohësisht. Faleminderit ty për ftesë. Po nisim pak, mua më bëri shumë përshtypje një postim që ti kishe bërë për amnistin, që nuk është publikuar. Është miratuar, gjithçka dhe nuk është publikuar në fletore zyrtare. Çfarë fshihet pas? Çfarë fshihet pas? Nuk fshihet asnjë gjë tjetër përveç se një ndjesi e time personale, duke parë se ligjet e amnistisë, unë kam personalisht kam pasur I ke mbështetur? I kam mbështetur gjithmonë, shtetin është momenti që tregoj natyrën e tij humane. Edhe ku ke qenë në presidencë, ke qenë shtytës për... Jo, Ministri i Drejtësisë kam bërë 2 drafte të amnistisë. Po në presidencë 2015-2016 dhe kur ka presidenca duke ka kapur një ligj amnistie. Pra e ke shtyr që të bëhesh sa më shpejt pra. Jo, për të bëhet ligji i amnistisë, përderisa është shprehje humanizmit shtetror, ky humanizëm nuk duhet të ngecë në asnjë hallk të tij. Edhe nëse presidenti është jashtë Shqipërisë. Që nga draftuesi, po nuk është halli vetëm te presidenti, që nga draftuesit deri në fund fare te botimi pletore zyrtare. Dhe në rastin konkret, unë kam ndjekur që në nëntor, se si avokat, pa përjashtuar me pozitën procedurale të avokatit, si mbrojtës, duke qenë pasur disa raste nduar, dhe kryesisht me penale po merr. Shikon, a ka amnistia sipas draftit propozuar apo jo? Dhe që në nëntor filloi të llafosej në publik nga Ministria e Drejtësisë për një amnisti në fund viti. Dhe bile pritshmëritë u rritën shumë lart, domethënë lirohen fund viti, lirohen dashuri. Siç ka ndodhur gjithmonë. Pati një stepje dhe në kuvend në ky draft nga qeveria shkoi në shkurt. Pati prap një stepje, po vonesë një 3 muaj dhe shqyr pa dritën e miratimit në datën 18 qershor në kuvend. Në këtë logjik, si avokat, si jurist, si draftues i 2 akteve të amnistisë në kohën kur Ministri i Drejtësisë ka qenë Manjani dhe kam qenë vetë pjesëmarrës, dihesh se si bëhesh një statistika, merresh nga drejtoria e burgjeve, shikohesh për çfarë procedurat sa kohë zgjasin. Dihen procedura sa zgjasin. Maksimumi sa mund zgjasi? Sa zgjasin? E pra. Sipas vullnetit të e heqin vullnetin bletë. Vullnetit të mirë të institucioneve që ngren propozime dhe miratojnë me karton amnistia, që do të 84 vota dhe që I mori. E në rastin konkret, në 18 të ejndën e kaluar, u miratua. Dhe është e pritshme që kuvendit ta zbart me njëherë draftin e miratuar në seancë plenare, të nënshkruhet nga kryetari I kuvendit, të përcjellet presidentit, të shqyrtohet me përparësi nga presidenti, të dekretohet e të dërgohet për botim pletorin zyrtare, po nga kuvendi pasi dekreti ka dalë me shpallje. Kjo është procedura. Dihet tash unë ula për gjitha kohën dhe për të parë, se kam dhe 2-3 raste vetë. Amnistia doli, vizitova faqen e kuvendit, shikoj. E pam dhe pak më parë bashkë. Vizitova faqen e kuvendit me rezulton që kishte marrë një numër, ligji 57. Vizitova faqen e presidencës me rezulton që nuk kishte marrë dekretin për shpallje. Vizitova faqen e QBZ-s për të parë gjithë detyrë zyrtare. Ore mos është shpallur dhe nuk e dim ne. Dhe kur se ka të bëjë me momentin e kohës kur në fuqi dhe ti ketë planifikuar për veten, po flas për veten time, po si unë besoj të gjithë avokatët e tjerë, disa seanca gjyqësore në korrik, kur hyn fuqi dhe çfarë do kërkoj gjykatës, nëse ky ligj hyn fuqi, apo prokurori se është ka dhe I përfshin të dyja, apo personat që kanë një dënim. Amnistia prek të ndjekin penale, pra të gjeshtë verë penale, apo kundravajtë, që shkojnë në nëntredje, shuhen, nuk ndiqen me. Por janë disa përjashtime që duhem parë me lupën e avokatit e pasaj prokurori me të prokurori dhe gjykata me të gjykatës. Dhe kur diçka humane, që shteti vendos ta japë, po dellalli nuk e thotë, se kështu I vi. Me këtë shpejtësi që pritet kjo gjë, mua më lë një shije jo të mirë, nuk duhet të flej. Asnjë institucion kur bëhet fjalë për humanizëm. Mos ngjem teori që nuk ka. Asnjë teori konspirative. Ajo do votohet, ata do lirohen. Po tash vetëm nëse ka ndonjë kthim për shqyrtim nga presidenti, vetëm kjo mund ta vonoj. Por nuk ma do mendja sepse tilla ligje është vullneti I sovranit. Tani presidenti nuk ka kthyer gjëra kur duhet I kthente, bletën ti themi. Megjithatë, e drejta ekziston. Patjetër. Okej, le shumë faleminderit për sqarimin për këtë pjesë. Që uroj se na dëgjojnë gjithë nga qelitë e burgjeve, ata që janë dënuar dhe presin pjesën e mbetur të falur. Këshilltarët Pardia na dëgjoi se isha këtu me kolegun tuaj Romano dhe po flisim për protestën. Dhe menjëherë reagoi presidenti. Këshilltarët ligjor dhe sekretari I përgjithshëm I presidencës të na dëgjojë, pse mos na dëgjojë, se duhet të na dëgjojë.
se s'duhet të vonohet, biles të shkoj, sot të botohet, sot që koha e botimit dhe hyrjes fuqit të jetë 15 ditësh apo jo? 15 ditë, po. Okej, kështu që Jetë sa më shpejt. Edhe ata që presin ta fitojnë atë amnesti, burra, gra dhe fëmijë, apo të pjesën e mbetur dënimit, apo ata që janë ndjekje penale për vepra të lehta dhe kundërvajtje, pikë shtëpitë tyre. Shumë faleminderit Bet për këtë sqarim. Ndërkohë, kur komunikuam pak ditë më parë, komunikuam për të bërë një analizë pak për 3 vendime shumë interesante të Strasburgut që preken me vetigmat. Njëri nga është ndoshta më i rëndësishme, po do a lëm për fundit atë, besoj i ke konsultuar vendimet për Osmanin, Elezin dhe Kadanën. Po, i lexova me shumë vëmendje ato draft vendimet që kishin dalë nga gjykata. Dispozitiv, apo? Po biles, dispozitiv, po edhe një përmbledhje Pa nuk është tipik dispozitiv si një përmbledhje arsyetimit, sepse arsyetimi më gjatë do të jetë edhe më gjatë. Po një përmbledhje atit që nxjerr gjykata. Më pëlqeu se shkelet që kishte konstatuar gjykata europiane kishin bënë me masën me shkarkimin e gjetur jo proporcional, jo koherent me vendimarrjet e mëparshme, dhe ajo pastaj që ka të bëjë me respektimin e parimit të gjykatës krijuar me ligj. Kjo pastaj është më e rënda. Kjo është e fundit, e lëm fundi Kadanën. Kjo një precedent një lamp të kuqe për Shqipërinë, për Republikën e Shqipërisë, por që këto 2 rastet e tjera. Po, ndalemi tek Osmani dhe Elezi. Osmani tash Ngend Osmani më shkruaj. Prokurori Osmanit njihet nga të gjithë opinionistë si njëri profesionalisht shumë lart, korrekt me ligjin, me detyrën dhe me ambientin profesional ku ai ka ushtruar detyrën. Ka pasur një konfirmim në gjykatën e shkallës në komision të shkallës parë dhe pati një ndryshim të qëndrimit në kolegjin e posaçëm të apelimit. Bëhet fjalë për disa diferenca të shpenzimeve që gjykata europiane e drejtë e njerëzit ka gjetur të shkarkim jo profesional për arsye se kanë të bëjnë me mënyrën se si janë deklaruar ato në deklarim, jo se nuk ka burime. Po mënyra e deklarimit ka qenë e gabuar. Krahasuar kjo, duke qenë se të magjistratët burrë dhe grua janë antarë të një familje, ku njëri kaloi dhe tjetri jo, me të njëjtin formulë deklarimi, me të njëjtin formulë që parashikon ligji, gjykata ka konsideruar dhe këtë jo koherent si vendim. Dhe jo proporcional. Ndaj, i vetmi mekanizëm për ta riparuar këtë shkelje në dëm të prokurorit Osmani është rishikim. Rishikim nga KLG-ja, nga KLP-ja, si bie? Jo, nga gjykata kushtetuese. A bën gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese. Kemi një dispozitë tranzitore në 179 B të kushtetues dhe aneksi i saj, që çështjet e mbetura të pashqyrtuara shqyrtohen nga gjykata kushtetuese. Normalisht, gjykata kushtetuese do të vijë në lëvizje me kërkesën e të interesuarit, pasi vendimi të vijë në Shqipëri, të botohet, të marrë, të botohet, por edhe të përkthehet, dhe pasandaj kërkuesi mund ta investojë gjykatën me kërkesë për rishikim, sepse këtë detyrë ka lënë gjykata europiane për të riparuar shkeljen e gjetur. Të njëjtin arsyetim pati edhe prokurori tjetër, drejtuesi i prokurorit të apelit Durrës, i cili pati keq për llogaritjen me formulën e llogaritjes të shpenzimeve apo të ardhurave, nuk kishte probleme me pasurinë dhe me ligjshmërinë e tyre, nuk kishte probleme me figurën dhe pasurinë e saj, po kishte mënyrën metodologjia që përdori organet veting, thotë gjë dënje, është jo e saktë.